Nxënëse e kësaj shkolle, aktualisht punoj pikërisht në degën që u diplomova, dega bar restorant, dhe gjithashtu njëkohësisht ndjek edhe studimet për menaxhim biznes. Në fakt ndjeva shumë nostalgji sot kur po fija prap pas 4 vitesh në shkollë. Ka qenë një zgjedhje imja, them të drejtën, për të ndjekur shkollën e hotelerisë. Kam dashur gjithmonë që të jap një emër rrugtimit tim dhe kam marrë këtë dëshirën e qartë, doja të isha për kuzhinë dhe pasticëri. Pastaj, ku kam njohur çfarë ishte shkolla, se në fakt ti vjen me një mendje tjetër, por kur vjen dhe shikon vërtet si është, janë dy gjëra totalisht shumë të ndryshme. Pastaj sigurisht edhe mendimin e mësuesve kam njohur potencialin tim dhe kam kuptuar që dega më e mirë për mua ishte diçka tjetër. Edhe jam shumë e lumtur për fakt që e ndoqa, edhe kam pasur një mëshirë shumë të madhe nga gjithë stafi, sidomos edhe stafi i plus, qoftë me projekte, me trajnime, apo edhe me praktika profesionale në vendet më të mira të Tiranës. Edhe kështu më kanë ndihmuar që të dal nga shkolla tamam në femër e plotësuar edhe gati për trevën e punës. Është një ndryshim shumë i madh që ti bën nga pjesa tjetër e atyre kolegëve tu që nuk janë të arsimuar tamam për këtë lloj fushë, për këtë lloj profesioni. Edhe punëdhënësit, ata që dinë vërtet çfarë është shërbimi edhe japin rëndësinë e dur, e bëjnë diferencën. E kam blerë mbështetjen e mësuesve të kësaj shkolle edhe gjatë faktit që unë kam ikur, kanë qenë krah për mua qoftë për punëra, për projekte, për evente, por besoj që gjëja e suksesi më i madh për mua edhe lidhja me shkollën është dëshira ime dhe synimi që pastaj pas mbarimeve të studimeve të larta të rikthehem në shkollë, po tashmë jo si nxënëse, po si mësuese. Nëse sapo kem mbaruar studimet mëngjesare apo tani është viti i fundit, e rekomandoj patjetër shkollën hoteleri turizëm. Nëse do të jesh nesër pas nesër një individ i Zotit, është hapi i parë drejt në rrugën drejt suksesit. Arsyeja, arsimi shumë i mirë, praktika shumë të mira, edhe të ardhura që në një moshë shumë të re.